Ishte një takim i mirë, i mbarë, në cilën trajtuam çështje të ndryshme programore, politike, të ardhme dhe strategjike besa për Republikën e Kosovës. Do të përpiqemi edhe në ditët në vazhdim të kemi diskutime më thelbësore, më detajuara. LDK-ja natyrisht se qëndron brenda parimeve tashmë të bëra publike, para që na duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të ruhet stabiliteti institucional, dhe dyta që është shumë e rëndësishme, të ketë balancë demokratike brenda institucioneve të Republikës. Dhe këtë balancë demokratike LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në të kundërtën edhe kontributi LDK-s, po edhe konstelacioni politik i ndërtuar s'do të ketë as forcë, as fuqi e nevojshme. Do të vazhdojmë takimet me kaq vullnet mirë, në qoftë se s'bëjmë asgjë, e vetmja gjë e garantuar do të jenë zgjedhjet e reja. Edhe besoj që kjo është as lajm i mirë për popullin e Kosovës, as lajm i mirë as për partitë politike. Prandaj dhe marrim pjesë takime, që të provojmë të japim më të mirën, të vetëdijshëm për interesin e vendit dhe të vetëdijshëm për politikat që i përfaqësojmë si ne si LDK. Dhe në këtë përpjekje tonë do të insistojmë që të ruhet demokracia e Kosovës dhe që LDK-ja, nëse mund të arrijë partneritet me palën tjetër, të njihet e përfaqësuar. Nuk kemi folur për emra konkret, pra ende jemi në diskutimet e parimeve, në qoftë se deri me datë 6 gusht nuk ndodh asgjë, kemi kërkuar të vazhdohet procesohet tutje me konstituimin e kuvendit, sepse s'ka nevojë që të pritet, LDK-ja nuk ka asnjë apetit për kryetarin e kuvendit, sepse është figurë ceremoniale, e cila duhet të përfaqësoj edhe, siç e thot kushtetuta, propozimin e partisë së parë. Dhe në këtë drejtim LDK jep emrin e vet për nënkretar të kuvendit. Për çështje tjera, më pas kemi afat kohor shtesë, sa më herët më mirë që bëjmë zgjidhje, sepse Kosova ka shumë probleme, shumë sfida përpara, dhe në këtë drejtim duhet japim zgjidhje konkrete.